Administrata Trump duket se ka një plan për t'i dhënë fund luftës mes Izraelit dhe Gazas. Mediat ndërkombëtare kanë publikuar një plan me 21 pika i cili kërkon lirimin e të gjithë pengjeve brenda 48 orëve nga marrëveshja në këmbim të një tërheqje graduale të trupave izraelite nga Gaza. Plani në fjalë thuhet se u është ndarë udhëheqësve arab në fillim të kësaj jave, por pavarësisht kësaj, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu zotua këtë të premte të vazhdojë luftën derisa Hamasi të shkatërrohet. Udhëheqësit arab janë gjerësisht dakord me propozimin, megjithse nuk mendojnë se është perfekt. Ata duan të shohin një fund të konfliktit sa më shpejt të jetë e mundur, tha Burimi. Po ashtu ende nuk dihet nëse plani i është dorëzuar edhe Hamasit për të cilin parashikohet se të mos ketë asnjë rol në qeverisjen e Gazës në të ardhmen. Po ashtu në këtë version të planit nuk ka asnjë afat kohor të lidhur me tërheqjen e forcave izraelite, por theksohet se nuk do ta sulmojë përsëri Katarin. Një pikë tjetër e rëndësishme thotë se nuk mund të ketë zhvendosje të detyruar nga Gaza. Referuar qeverisjes, plani parashikon dy nivele të qeverisjes së përkohshme, një organ ndërkombëtar, gjithëpërfshirës dhe një komitet palestinez. Nuk ka një afat kohor, por një qeveri të përkohshme që t'i kalojë gradualisht udhëheqjen autoritetit palestinez.